Të nderuar miq shikues, në episodin e radhës kemi të ftuar zotin Muzhaqi. Unë kam marrë një shprehje që u them gjithëve që janë çuna të mirë, por edhe Muzhaqi nuk më breshtim, është një djalë zotëri. Muzhaqi, ju merreni me rendin, unë po bëj hapjen, e kam thënë me një fjalim tek teatri, jo te teatri, më falni, tek bashkia, u kanë qenë protestat për policinë. Kjo është ndjenja ime personale. Unë, duke pasur që në kampet e përqendrimit të kohët komunizmit të madh burgjere, mbase kjo është një lloj fjala traumësh e madhe, për një lloj përvoje që nuk kam pasur në një marrëdhënie shumë mirë me uniformën. Dhe ditë them që policia në vendin tonë ka qenë pothuajse në shërbim të pushtetit, ka qenë një polici politike, jo në shërbim të njerëzve. Tani unë jam pjesë e PD-s, them që PD ka qenë pak më mirë, por dhe ajo nuk ka shpëtuar nga kjo smundje. Që mos ta zgjas. 2 fjalë për veten, për formimin tuaj si njëri i fushës, kush jeni ju për publikun, për njerëzit? Ergjys Muzhaqi. Profesionalisht jam diplomuar para 25 vitesh në Akademinë e Policisë në Ankara. Kam qenë brezi i dytë që shteti jonë marrëveshje me shtetin turk dërgoi atje. Dhe kjo ka ndodhur në kohën e Partisë Demokratike. Pra unë kam shkuar në 95. Brezi para nesh ka shkuar në 94. Dhe pastaj ka vazhdu një plejadë oficerësh që kanë dalë nga ai vend. Më pas në vitin 2012 më dha mundësia u pranova në një program pasuniversitar masteri në Cambridge të Anglisë, edhe atje jam i vetmi me statutin oficer policie që kam marrë diplomën pasuniversitare me studimet kryesisht në Megjithëse përvojë policesk, ju sot jeni në strukturat e policisë? Unë u largova pa pikën e ceremonisë në 2013 si shkëlqimit, patjetër. Se largohesh pra ju hoqën nga puna megjithëse të përvojë që kishin. U lirova nga policia e shtetit në 2013. U hoqën nga puna. Dhe ka qenë pikërisht momenti që më është komunikuar, kuriozitet ky. Sa po ishte hap tuneli dhe autostrada Elbasan-Tiranë, po Elbasani nuk e di pse nuk ja diti për faleminderit qeverisë të atëhershme dhe votoi kundër. Pra ty me sapo dëgjohet ka nejur se e demokrat nga policia. Po kishte ke bindje listën e kandidatëve për deputet dhe nuk e di pse e bën lidhjen se unë s'kisha bërë fushat si oficer policie. Lidhje politike pa pas nevojë me bë lidhjen politike. Dhe thash, komunikimi që jam liruar nga policia e shtetit u bën ndërkohë që unë po i afrohesha tunelit për të shkuar në Tiranë, që të shkoja në ministri dhe të jepja propozimet e mia se çfarë kisha studiuar në Cambridge dhe në Ankara dhe çfarë mund bënim në ndryshëm fushën pak në studimet akademike në çështjet e sigurisë, në çështjet policore. Ju ikët me bursë nga shteti? Në Ankara po. Pra investimet e shtetit, se ato janë investimet e shtetit, nuk ka rëndësi për DABS që të arsimojë njerëz, ti bëj ata më ditur, më të mirë për komunitetin, këta e hoqën dhe flamë vë. E tha diçka. Ju keni pas i lloj paganajësie ose i lloj mos konformiteti me uniformën, me polici. Është një problem, një pjesë e popullatës e ndjen këtë, sepse në polici bën investime të këqija her pas here. Çfarë do të thonë investimi keq? Investimi keq do thotë që kur e ngren një strukturë policore, kur e ngren një individi që nuk ngrihet kollaj, një oficer i përgatitur, një polic i përgatitur. Do kohë para e gjitha. I do të gjitha. Do dhe emocion, do dhe përkushtim. Do dhe sakrificë. Politika këtu ndërhyn në mënyrë aq të keqe, saqë i shpleftëson të gjitha në çast me një rënd lapsit. Për shembull, ju përmendët që unë kam qenë me bursë 5 vjeçare në Ankara, por unë duhet ju them që edhe gjatë kohës time si oficer policie, ne kemi punuar me trajnime dhe me programe të tilla që vetëm një licencë, me sa na kishin thënë, bën të 10.000 euro, një licencë. E një personi, e një përdoruesi. Dhe unë hoqem me puna pa pas mundësi ta fusi në përdorim atë licencën, domethënë. 2013. Isha i trajnuar për këtë. Dhe si unë shumë tjerë. Se ka një gjë shprehje që mund të jetë drejt, por unë shqetëson që thon politika. Nuk këndvështrimin tënd. Ku ka qenë PD-ja në pushtet? Ka pasur dhe njerëz që kishin bindje të socialistë apo ishte absolutisht. Pra këndvështrimin tim, ndjenin tim, bindjen tim, shikoja me sy, shumë mirë. Pra ka pasur dhe
PD-ja sepse u hap një propagandë e madhe që i ka hequr, i ka bërë, por nuk i pas ka hequr kaq shumë se që kanë fryrë këta. Shiko, kjo është një problem, kjo është një problem i politikës. Po se ka se do ndërpres unë si ishi përsekutuar kam pasur edhe probleme me policinë, pa dhe pak me PD-n që ne kishim aty njerëz që vinin nga koha e diktaturës, që ishin ende aktiv. Pra policia që ishin dhunuar njerëzit, sepse po e banalizoj, që mbanin flok gjata, që donin të shprehin lirinë e tyre identitare. Që këta nuk mund të ishin dhe kaq të aftë për të shërbyer komunitetin në demokraci. To mërë të dhunime kam një dhomë, Po. edhe në familjen time dhe në personin tim. Kishte në këtë policia dhe në kohën tonë, pra dhe në kohën e tonë, po them time si demokrat? Ta marrim një çik mushtruar. Po. Pse? Sepse ky fenomen i policisë tonë është, si më thon, taksirati me cilin policia jonë ka vujt edhe ka qenë detyruar ta durojë edhe ta menaxhojë me një farë mënyrë. Ne kaluam nga një sistem diktatorial që e kishte policinë shtyll të diktaturës bashkë me sigurimin. Policia dhe sigurimi trajnoheshin pra edukoheshin në të njëjtin vend. Marrëshin shkollën. Për të kapur miqtë e popullit. Për të kapur miqtë e popullit, po edhe ata hajdut në vogël, po edhe të gjitha gjëra futeshin gjitha me i vend. Dhe në momentin që erdhi një mënyrë tjetër e strukturimit të shoqërisë tonë, një mënyrë demokratike, një mënyrë pluraliste, policia ju desh që të ruante hapin. Si ta ruante? Sepse njerëzit që ishin më të formuar dhe më të edukuarit, ishin automatikisht ata që kishin bërë këtë lloj shkolle. Ata që kishin mbaruar. Dhe që të kalohesh në një plejad tjetër, duhesh jo pak fuqi, jo pak investim, jo pak përkushtim. U kalu me një farë mënyrë kjo plejada tjetër. Unë vetë jam një për këtyre personave që kam qenë pjesë atij mekanizmit të transformimit. Por një lloj mentaliteti ka vazhduar policinë e shtetit, i cili njeh, si më thon, një lloj infrastrukture në kurriz të një lloj infrastrukture tjetër. Pra e do një lloj establishmenti, një lloj status quo-je në kurriz të një reformimi apo një diçka tjetër që nuk e njeh të re. Kjo nuk është bardhazia, kjo është me shumë ngjyra në mes, por policia jonë ka arrit që të kalojë, ta realizojë këtë lloj transformimi. Tani në çfarë etape është policia jonë? Mas ma kaloj shpejt, sepse në etapë që është policia jonë sot është për të ardhur keq. Jo, mos është për të ardhur keq, por mos është që të bie të fikët, më thuaj. Është tragjike? Është tragjike. Është tragjike. Pra nga ishte diktatoriale, u tentua shkonte liberale, mos është kriminale? Jo, nuk u bë liberale. Pra ishte proces për liberalizim të saj. Ishte një proces për civilizimin e policisë. Po kur them liberale, them që nga kontrolli, nga dhuna. Unë ta them në terma akademike dhe në terma profesional. Pra policia jonë, duke qenë një strukturë quasi militare, duhet kalonte një strukturë siç ishte në Perëndim, siç është në Perëndim, që është një strukturë civile. Po. Dhe ky lloj transformimi nuk është i lehtë, po tek ne filloi të realizohet dhe u arrit me farmaci që të realizohet shumë mirë. Sot, unë mund të them që ne kemi në mendësi kemi një polici, paktën letër dhe ligj padyshim, edhe në shumë oficerë policie dhe funksionar policie kemi një polici civile. Pse ta them këtë? Se kam profesionale, pra në vitet e para ne kishim oficer policie që i kishim marrë nga ushtria, se nuk kishim oficer policie. Kurse sot unë kam gjuhë që japim në ushtri. Ka një gjë unë ndërpres, unë shikoj sot në këndvështrimin tim dhe nuk besoj që më gabim këtu, unë shikoj që policia sidomos sot, flasim sot bën 12 vjet qeverisi. Unë shikoj jo policia thjesht, pra strukturën, drejtuesin e policisë, ajo është policia, drejtimi i saj. E shikoj përfshirë me kartele, nuk e shikoj më, unë shikoj një polici meksikane, kolumbiane. Dhe unë shikoj të përfshirë të mirëfillt me kartelet. Pra nga informacionet që kam, edhe si njëri politik, si njëri publik, por edhe nga zyrtarët që njoh, unë di që kam dëgjuar që edhe nga ish policë, por kam dëgjuar ekspert policie që sot zona plantacione droge, dash kanabisi, dash transporti i kokainës, gjitha policët ose drejtuesit e lartë policisë kanë profite shumë të mëdha. Pra flasim, ka një rrogë mujore që mund të them 50.000, 100.000 euro, po kam mençoj, e kam e dëgjuar se nuk merrem me këtë punë. Pra është një polici kartelesh, e cila është në shërbim të karteleve. Se Shqipëria nuk ka pasur kartele, unë kam lexuar gjatë në këtë për punën e karteleve, sot them që ka kartele, sepse
në momentin që grupet kriminale arrin të përcaktojnë drejtues të policisë, kjo ndodh në Meksik, nuk e di ndodh më në Kolumbi, sepse Kolumbia ka pasur, unë i kam ndjekur nga afër domethënë. Meksik për shembull drejtuesi i policisë është totalisht në varësi të karteleve. Pse? Sa ata kanë paran, kokaina e të gjitha bashkë. Unë shikoj pikën më tragjike të policisë, që drejtues të lartë të policisë janë të përfshirë në këtë gjëra. Jam gabim? Nuk e gabim. Kjo është elementi më tragjik policisë tonë, është pikërisht ky. Pra që është as policia më thënë. Që ne do ishim shumë pa kënaqur, sikur policia thjesht i përgjigjesh interesave të politikës apo të politikanit. Do ishim shumë pa kënaqur për këtë. Po, kjo që thoni ju është një realitet shumë i dhimbshëm dhe tragjik i policisë tonë, që përgjigja interesave të politikanit nga ana e oficerit të policisë ka shkuar në afera të pastra kriminale, të grupeve të krimit të organizuar. Ky është problem shumë i madh, se nuk bëhet fjalë për një oficer policie. Më policie. përpara kjo, që para do të pyes nga një ekspert si ju, ka qenë ky në fenomen më përpara në polici? Fenomen absolutisht jo. Absolutisht jo. Shiko se Për ne më intereson shumë kjo që ka shumë interesante pra. absolutisht jo. Se policia nuk ka pasur probleme sepse dhe policia është pjesë e shoqërisë. Por që ka qenë përpara më thuaj, po themin kohën e PD-s. Por edhe në kohën e Nanës. Që të vendoste për shembull X filan, X person grup që drejtori i policisë apo nën drejtori do ta vendosim ne? Apo ka qenë e pa imagjinueshme. Jo, në dijenin time. Nuk ka kur ka punuar vetë. Koha e Nanës është çik më e hershme në aktivizimin tim profesional. Jo, me sa di unë jo. As atëherë nuk ka pas. Pse? Sepse kalimi që kemi ne nga njëra qeveri e tjetra, pra kur në rënd dorë qeveria, normalisht shoqërohet me transformim edhe të le të themi të kupolës policisë. Kjo nga njëra anë është e natyrshme. Pra drejtori i përgjithshëm i policisë normal që do ndryshojë. Po, normal. Sepse ai do krijoj, nuk është pas politik. Post teknik, po politika ka. Po ai do krijoj lidhjet e forta me politikën, ai në një vend si Shqipëria e vendos politikën. Jo, edhe e shtetit. Ai do mbart vizionin politik në struktura. Pra kështu që ka detyrë specifike. Që preket nga politika. Normalisht ndihmësit e tij do duhet që t'i përgjigjen. Në këtë aspekt edhe në aspektin profesional. Ajo që ka ndodhur me kalimin e fundit para 12 vitesh, ka qenë tragjike edhe në aspektin literal të fjalës, sepse drejtuesit e policisë shtetit, shiko më duhet kemi një gjë të qartë. Në qeverinë Berisha 2, ne arritëm të neutralizojmë mbi 90% krimin e organizuar në Shqipëri, për sa i përket sidomos trafikimit të lëndëve narkotike, por edhe trafikimeve të tjera që po bëhen. Pra i goditje e madhe e grupeve të organizuara, strukturuara kriminale, se krimin ekziston. Mund të futesh ti në NATO dhe të liberalizoheshin vizat pa kalu këtu. Dhe këtë e kaloi policia e shtetit shqiptar me atë vullnet politik dhe me atë përgatitje profesionale që ne kishim. Dhe ky është fakt i pamohueshëm dhe i patjetërsueshëm. Unë edhe e jap shpeshherë si shembull, pra ne kur kapshim 1 kg kokainë, thoshim kemi kap shumë, ishte gjë e madhe të kapi 1 kg kokainë. Se zakonisht kapeshin dozat e vogla që ishin për përdorus. Por menjëherë sapo kaloi 2013, sapo u stabilizoi qeveria e re, u vu ministri i ri, që ishte larg qoftë se si erdhi, domethënë ai person që erdhi. Me atë rekord që kishte, domethënë. Cila akuzua botërisht për pjesëmarrës në narkotrafik. Ai u akuzu më vonë për atë që krijoi me narkotrak. Unë po them çfarë ishte para se të bëhesh ministër. Po. Për çfarë thoshin çunat e lagjit si i njifshin. Po. Çunat e Zvicrës, për çfarë i njifshin. Se i kam gjuar vetë këto punë si profesionist që isha. Menjëherë u kalua në kuintal të kokainës. Do të ngacmojmë. Kuintal të heroinës. Në rikthim të Shqipërisë në rrugë kalimi, trafikimi të drogave të forta të padiskutueshëm, që ne kishim heq. Do të bëj një pyetje që për mua është shumë interesante. Do përfshihet policia në zgjedhje? Do përfshihet policia në zgjedhje? Po. Ç'është pyetje, mos u bëj pyetje retorik. Jo, do ta dinë ata gjëra ekspertë. Unë jam larguar nga policia. E njeh, pra e njeh më shumë se unë dhe shumë se të tjerë. Është pamundur mos ta përfshin. Pra do përfshihet mirë. Vetëm në rast se e ka realizuar blerjen e votave me bandat dhe nuk ka nevojë të fusi policinë në lojë. Vetëm kaq. Pra kaq tragjike që. Ne kaq është tragjike. E panë këtë para 4 vitesh ishte evidente, sidomos në Elbasan. Që u përfshi dhe policia, sepse duhet ta bënte atë lojën e vet, po nëse janë ble paraprakisht votat. Me kalem kirurgjikal. Çu punon Partia Socialiste. E bën domethënë atë operacionin kirurgjikal.
kaq vota me kaq vota me kaq vota. Në qoftë se ka arrit t'i blej votat e emigrantëve me fotografim të votës familjare, shoqënore që të bëhet nga atje. Dhe ka arrit t'i blej votat këtu nëpërmjet administratës që e mban në presion. Që i thot më sill kaq emra, të cilët i konfirmon vetë në numër telefonesh në biseda më pas. Në qoftë se ka arrit ta realizoj votën me këtë, nuk ka nevojë më për polici. Tani unë mendoj që kjo ndryshimi i madh, tani më lë të jem pak siç e di unë, nuk bëhet më me blerje, sepse është minimale. Ju pyeta për të vërtetuar atë që unë doja ta dëgjoni njerëzit, unë e di që policia është në shërbim. Pse është në shërbim? Sepse vetë qeveria sot është kombinuar, është një narko-qeveri. Sepse unë nuk mendoj që janë banda në Shqipëri. Në Shqipëri është kryeministri. Ato nuk kanë vlerë. Ato janë një projekcion, një hologram. Në moment që hiqet priza, ato nuk ekzistojnë. Janë mekanizmi që priza, korrenti, rryma është politika e kryeministrit që i përdor kur i do dhe në fund do t'i hajë vetë. Por t'jeni sigurt dhe këtu po ju ndërpres pak që ne me 12 maj, me energjinë që shikojmë qytet, me terrenin që shohim, do bëjmë të mundur rotacionet, do jemi fitues për balje të keqe shumë të madhe. Ka funksionuar, por jo gjithmonë kjo gjë mund të funksionojë. Gjithsesi, Ergys, mesazhi jot final për qytetarët që na ndjekin, për demokrat, jo demokrat, për qytetarët e Elbasanit, me 2 fjalë. Siguria prodhon siguri. Në mënyrë që të jemi të sigurt në punën tonë, marrëdhënien tonë me njëri tjetrin, në investimin tonë, në jetesën tonë normale në këtë vend, ja vlen që të shikojmë se si arrihet tek kjo siguri, që është komplekse në vetvete, por kemi edhe këtë sigurinë literale, materiale që ju thash, pra që arrihet nëpërmjet angazhimit të policisë shtetit dhe strukturave tjera ligjëruese. Pra duhet një ndryshim i madh politik që të prodhojë siguri. Qytetarët tanë duhet ta shohin ku kanë qenë dhe ku janë. Unë ju them vetëm një gjë. 1 milion njerëz nuk ikin për 12 vjet se njihen sigurt. Shumë saktë. Ndaq. Ndalo këtu shumë e bukur. Ju falenderoj dhe shihemi episodin tjetër. Ky është faleminderit. Merci.